sot unë dhe Genti jemi pjesë e panairit të gastronomisë detare, e cila zhvillohet në datën 27 dhe 28 qershor 2025. Në fakt një panair që i shërben qytetit të Vlorës, ku janë restorantet e qytetit apo bizneset që shërbejnë këtu te ky panair, ndërkohë të gjithë turistët e huaj, por edhe këta që kemi këtu brenda Shqipërisë mund të vinë të provojnë nga pak ushqimet tona të mira që serverin restorantet e qytetit të Vlorës. Pra mund të themi që ky panair është i hapur për të gjithë, për të ardhur, për të provuar ushqimet e ndryshme të restoranteve të ndryshme të qytetit të Vlorës, dhe çdo gjë do të jetë. Siç e shikon ka qytetarë që janë në radhë, për të provuar pak të ushqimet e shijshme, si thua ti? Po ne do shkojmë të provojmë apo? Ne do shkojmë të provojmë ushqime, do të pyesim të gjitha restorantet se çfarë ofrojnë ato. Dhe se jo, ti provojmë gjitha. Shkojmë Mariola. Hajde. Ariola, ku më bukur e ku më mirë mund të shërbehet përveç se... Duken shumë të shijshme, Genti me zi po pres që ti provoj. Me zi po pres? Po. Mund t'i shikoni dhe juve. Të bëj që janë me një dorë, do i qanë të gjitha tani. Sot ne startojmë një festë të vërtet kulinarie, festën dhe panairin e gastronomisë detare të qytetit tonë. Është një panair i pari i llojit të tij, i cili përfshin gjithë restorantet më të rëndësishme të qytetit tonë, të cilët na ju përgjigjen në ftesës sonë me shumë dashamirësi. Na erdhën pothuajse të gjithë, sollën pikat më të forta të restoranteve të tyre, gatimet e tyre më tipike, ngjyrat e vërteta të kuzhinës të qytetit tonë, e cila është një kuzhinë e pasur me shije, me traditë, me ngjyra, është një kuzhinë e mrekullueshme siç është dhe qyteti jonë. Synimi është promovimi i patjetër i restoranteve si vlera më e madhe që kemi ne si pikë i fortë në turizmin e Vlorës dhe të gjithë qarkut tonë. Patjetër që kur themi gastronomi detare, ne nuk përfshim vetëm restorantet, ne përfshim edhe qendrat e peshkut, ne përfshim edhe kantinat, të cilat ofrojnë atë që pa të cilën peshku nuk shkon, pra verën që e shoqëron, gjithashtu dhe punishtet e vajit të ullirit, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme në gatim, në kulinari, por dhe në promovimin e turizmit të gjithë zonës tonë. Ky panair është për turistët si vendas e të huaj për të njohur me ushqimet tona. Ky është një panair i cili fton qytetarët e Vlorës, fton turistët të bëjnë një kalim në paradën e mrekullueshme të restoranteve të qytetit tonë, i afron ata me restorantet, me shijet e vërteta të cilat ata ofrojnë, dhe patjetër është një vlerë e shtuar në aktivitetet që Bashkia Vlorë ka ideuar dhe ka financuar, sepse është festa që ne na identifikon. Deti është Vlora dhe Vlora pa det nuk ka kuptim. Do të ketë aktivitete të tjera Bashkia e Vlorës për qytetarët? Patjetër, jo vetëm koncerte, por patjetër që do të ketë dhe aktivitete me tematik. Së shpejti neve kemi garën më të madhe të fotografisë në qytet, e cila është në datë 30 qershor, më pas kemi Portokalli në datën 5 korrik dhe vazhdojmë me maratonën e këngës popullore, vazhdojmë me Vala Fest, kemi Dance Music Fest, i cili këtë vit ka sjell një DJ shumë të madh, DJ Alok, i cili është në nivelin e Steve Aokit që erdhi vjet. Sigurisht që kemi dhe festivalin ton të kulmit të verës. Pra ne do të kemi një verë të mbushur me aktivitete, të mbushur me evente, dhe i ftojmë gjithë turistët të na bashkohen dhe të shijojnë këto ditë mrekullueshme në qytetin tonë. Pas kemi një agjendë të gjatë. Të gjatë dhe mbi të gjitha cilësore. Faleminderit. Ju falenderoj shumë. Ariola, jemi këtu me Emanuel, menaxherin e Regina Group. Ti je më i madh apo? Përshëndetje, unë jam menaxheri i përgjithshëm në Regina Group.
çfarë do të ofrojë sot Regina Group për qytetarët që kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë në panajirin? Pixpari falenderoj bashkinë për aktivitetet dhe nisma të tilla. Ne nuk promovojmë vetëm turizëm detar hotelerik, por promovojmë dhe ushqimin. Një nga pikniset e para të qytetit të Vlorës, duke qenë që i ofrojmë të dyja dhe mishin dhe peshkun. Regina Group ditën e sotme ka ardhur me prodhime deti që mund t'i prezantojmë. Kemi oktapod, kemi brusket me avokado dhe salmon. Kemi qoftet e peshkut, kemi salatën e ftohtë të detit, kemi byrekun me fruta deti, gjithashtu kemi dhe arapash me karkalec. Çfarë preferojnë turistët Emanuel më shumë? Isha pak turistët i preferojnë të gjitha, mjafton që të marrin pa nga kultura e ushqimit dhe duan të njihen me ato, duke filluar që nga ushqimet më bazike, por edhe tek prodhimet e detit dhe të mishit. Gjithashtu Regina Group vjen edhe me Regina Bakery, një nga risitë e fundit që u hap në 2025-ën, buka dhe ëmbëlsirat e prodhuara në mënyrë artizanale. Shumë të shijshme duken. Mund të kem kënaqësinë që t'ju ofroj diçka. Pa para apo me para? Pa para. Pa para, po kështu Fatima. Atëherë aty kemi brusket, avokado dhe salmon. Afro se Urdhroni. Qoftet e peshkut. qoftë e peshkut. Sallatë e ftohtë deti. E hoqim darkën. Emanuel, Byrek me karkalec. Ke kaq vite në turizëm. Si e shikon këtë vit? Mendoj si çdo vit që është dhe më i mirë, por ky vit po rezulton ndër më të suksesshmit. Kemi filluar me turizëm atë që shpresonim dhe më të shkuar një turizëm më të gjatë, kemi filluar mund të themi plot gojën që në prill. Dhe jemi të lumtur jo vetëm ne si rrjet hotelerik, por për gjithë qytetin. Të falenderojmë shumë. Ishte kënaqësi dhe më jepni opinionin tuaj. Tani ka ardhur momenti, Ariola, më shërben pak se unë punë me tot. Jo, deri këtu arri. Mos harroni të provoni dhe arapashin. Po, unë do të provoj arapash. Mi thënë. Panajri shumë i bukuri. Falenderojmë edhe kryetarin e bashkisë që organizon festive të tilla nga asortimente të ndryshme. Ne vetë pothuajse kemi kaluar, ne pothuajse kaluam një xhiro në të gjitha dhe na befason shumë të përgatitura bukur. Shumë mirë, shumë bukur, shumë goxha. Keni ardhur për pushim? Po, kemi ardhur për pushim, nuk jam nga Fieri. Jam nga Fieri dhe kam ardhur për pushim. Mund të provoni ndonjë Po, se kam dhe vajzën, shumë mirë. Jam sa shu tani, sa erdhëm. Ta erdhëm dhe po i hedhim një sy dhe po vazhdojmë. Sa ditë do qëndroni në Vlorë? Po do rrinja 4-5 ditë. Super fare, ka ndryshuar shumë, po kërnaqemi, shumë bukur. Faleminderit, pushimet të mbara. Po, patjetër, do jemi pjesë në dyja ditë dhe pikërisht ky ishte edhe intenti i kësaj ardhje këtu për t'i promovuar vajin ton, për që dhe banorët po dhe turistët të provojnë dhe të shijojnë vajin ton. Ky është një vaj ekstra vigjër, është vaj i cilësisë tepër të lartë. Vjen vetëm nga ullishtja jon, e cila është rreth 4500 rënjullinj në Risili. Pra prodhojmë vetëm vajin e ullishtes tonë, i limituar në bazë të asaj. Ka cilësi kimiko-fizike dhe organoleptike jashtëzakonisht të mira, të cilat janë të certifikuara gjithmonë në laboratorët italian. Teknologjia ndjekur është e fundit, po themi teknologjia e bërjes e prodhimit të vajit është e fundit. Shpresojmë që të gjithë, jo vetëm vlonjatët që jemi rritur këtu në hijen e ullive, po dhe të gjithë të tjerët të kuptojnë që vaji i ullirit është ushqim, pra nuk është pije, nuk është ushqim i domosdoshëm dhe jashtëzakonshëm për trupin e njeriu, për organizmin e njeriu.
për sëmundjet kardiovaskulare, për sëmundjet e intestinit, për të gjitha parandolon, domethënë sëmundje të këqija në organizmin e njeriu. Vaj i ullirit, ne jemi rritur me vajin e ullirit dhe mendonim se ai më i miri ishte vaj i bërë me këmbë, ai që i thoshin vaj këmbe. Kuptuam vonë, unë personalisht kuptova kur kam jetuar 20 vjet në Itali, jam kthyer nga emigrimi. Kuptova që vaj i ullirit nuk ishte ai më i miri, ai që më bënte gjyshja mua, pavarësisht se ma bënte me dashurinë më të madhe, po s'ishte ai vaj më i mirë. Vaj i ullirit për të arritur ky që bëjmë ne, duhet të kaloj disa normativa, disa disiplinari jashtëzakonisht të përcaktuar mirë. Po ishte ora, duhet bërë i panajiri tjellë. Duhet bërë se këtu se bebe ka shatë duash. Një herë bëm për këtë, një herë bëm për atë, një herë bëm për atë. Kështu që është gjunaf në qytetë si Vlora të mos ketë një aktivitet të tillë. Çfarë do të ofroni sot në këtë panajir? Atëherë, unë ndodhem rastësisht në panajir si gjithë tjerët, por tek vera. Por ka i koincidencë, dhe pse jam rastësisht, kam 2 miq të mi shumë të mirë që janë Vlera, si njerëz dhe si prodhues. Që një është Vera Çobo, me vëllezërit Çobo që e prodhojnë, vere famshme që tashmë ka kaluar kufit e Shqipërisë për vlerat që ka. Dhe sot për fat të keq, apo për fat të mirë, titullarët nuk janë sepse po festojnë diplomën e vajzës dhe janë bashkëpunëtorët e tyre në këtë banko. Nuk di të them, Vlora e meriton vërtet një panajir tillë, biles ky është pak i vogël më duket për Vlorën. Vitin tjetër inshallah pak më i madh. Një artist si e shikon jetën artistike që në Vlorës, do mos sezon turistik, do të ketë aktivitet. Nuk ka, sipas meje, jeta artistike duhet të jetë 12 muaj të vitit. Dhe Vlora është nga ato qytete që e vuan shumë këtë fakt. Kur vjen vera, njerëzit ka nevojë për argëtim. Normale dhe gjendet dhe argëtimi, po në dimër, në këto orë në dimër në Vlorë nuk gjen njeri më rrugë. Vera. Ta provojmë? Kjo është vera ajo? Kantinës Çobo. Çobo. S'u që ta provojmë se çfarë vere mirë është. Ti ka uzinë shpidori këtu dhe kantina Çobo. Arsynon, e para herë të promovoj produktet vendase që shumë e rëndësishme, ne ja kemi quajtur panajiri gastronomisë detare, por siç e shikoni nuk ka vetëm prodhim e deti këtu, por ka edhe nga prodhues lokal, nga qoftë edhe prodhues vere, vaj, lokalet që janë prezente gjithmonë në Vlorë. Ne duam më shumë të bashkojmë njerëzit dhe ta kthejmë në një farë tradite përvitshme këtë lloj aktiviteti, sepse ja vlen. Është edhe momenti më i bukur që ne duhet ta bëjmë këtë gjë. Ne çfarë shikojmë nga sot, do të ishte mirë ta bëjmë pak më përpara. Pse? Sepse dhe angazhimi i gjithë atyre që merren me hoteleri, me restorante, prodhuesit, janë momentin e pikut të pjesa e punës së tyre dhe për mos i tërhequr që andej, do të jetë më mirë që ne ta bëjmë pak më afër ose në shtatos. Patjetër që s'është bëjmë turizëm, sepse ne nuk duam ta bëjmë vetëm e vetëm tonë, po jemi të hapur të ftojmë edhe nga qytetet e tjera, pse jo pastaj më vonë të bëhet edhe pak në ndërkombëtare. Pra të vinë nga Italia, pse jo nga shtetet fqinj, është linë e tjetë e përvitshme. Ky është viti i parë, mua më duket si atmosferë shumë e mirë festive, dhe shpresoj që kjo traditë të vazhdojë sa më shumë, sa më gjatë. Ky panajir është vitor. Do ftoni një pjesëmarrje më të madhe qytetarësh për ditën tjetër. Patjetër që të gjithë janë të ftuar, të gjithë janë pjesë e kësaj fesë së hapur që kemi bërë ne, kemi bërë nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe shpresojmë që të jemi sa më shumë në numër, sepse realisht ja vlen. Faleminderit juve. Pjesëtar të shoqatës Laskarina Bubulina gratë e detarëve shqiptar. Dhe ky event ishte, domethënë, tamam në ato objektiva dhe qëllimet që ka dhe shoqata, që ka lidhje me detin, se ne promovojmë çdo gjë që ka lidhje me detin, histori,
promovojmë edhe ato kulturë, turizmin, edhe aq më tepër dhe zonjat të cilat kanë qenë bashortet të oficerave të marinës, të peshkatarëve, të marinës tregtare, zonjat që kanë punuar në për institucione që kanë lidhje me detin, etj. Dhe ky event, ne domethënë patjetër që do të merrnim pjesë në këtë event. Ishte një kënaqësi për ne dhe po kalojmë shumë bukur, po shikojmë gjithë këto produkte, gatime të restoranteve, të hoteleve, shumë mirë, deri tani ne u kënaqëm. Është një ambient shumë festiv, shumë i bukur dhe Vlora ka nevojë në këtë sezon që është sezon turistik për të tilla evente, sepse gjallëron qytetin dhe njerëzit kalojnë mbrëmje të bukura të gëzuara. Po ne bëjmë shumë aktivitete si shoqate dhe dje datë 25 ishte festa e marinarëve, ndërkombëtare e marinarëve dhe dje pikërisht neve patëm një ceremoni te sheshi marinari ku vendosën kurora dhe u promovuan, u mbajtë një fjalim që pikërisht me temën për të vlerësuar, domethënë gjithë ato punë që kanë bërë marinarët. Shumë mirë, ne jemi ndjerë mirë si grup, erdhën gjitha antarët, shoqet, janë shumë aktive dhe shumë të kënaqura me këto aktivitete që ne edhe organizojmë vetë, po dhe që marrim pjesë në këto të bashkisë apo shoqata të tjera me të cilat bashkëpunojmë. Organizimi është i mirë, neve provuam dhe produktet e gatuara, të cilat ishin prodhuar me cilësi shumë të shijshme dhe biseda që bëm mes nesh u kënaqëm, kaluam shumë bukur. Besoj se po, do vim dhe nesër. Kemi nesër aktivitet, kemi të hënën aktivitet tjetër që organizohet Vlora Fest Festival. Ne në Vlorë marrim pjesë në gjitha aktivitetet që organizojnë, atje ku kemi mundësi. Faleminderit juve, ishte shumë kënaqësi biseda. Po, unë jemi shoqata që është krijuar shoqata e grave të detarëve me titullin Laskarina Bobulina, që është një detare vjetër shqiptare. Unë kam jetuar 10 vite në Sazan, në bazën e Sazanit, ku kemi shpërshërbyer dhe ne me devotshmëri në krah me bashkëshortat. Nga kjo jemi transferuar në bazën e Shëngjinit, në Lezhë, dhe them veten se dhe unë jam një marinare e vërtet. Me kalimin e kohës u transferuam në Itali, ne emigrim si gjithë të tjerë prej shumë vitesh. Tani kam marrë dhe ndjenjë një kënaqësi në këtë atmosferë të bukur që është sot. Bravo punës suaj, kryetarit të bashkisë, që ka bërë një gjë shumë të bukur. Si e shikoni turizmin vetar në Vlorë? Është zhvilluar, është zbukuruar shumë dhe ndihem shumë e kënaqur, që kur vi kënaqe me gjithmonë vi në Vlorën time, po ka dhe mangësira, si problemi ujit, problemi i dritave, me gjitha ato ndodh kudo. Jemi të kënaqur, vi me kënaqësi në qytetin tonë. Ushqimet i këtu? Po, ishin jashtëzakonisht mira dhe i lumshin duart gjithë këtyre hoteleve që kanë përgatitur këto gjërat e bukura. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Tani Vlora është fantastike dhe neve të shurojmë Vlorën, edhe prandaj kemi ardhur në restorantin Kripti i Parë në Vlorë. Sot do bëjmë një gatim special që ka dhe pak gatime tradicionale, por edhe pak inovacion. Gatime peshku normalisht, detare, me produkte deti. Edhe shpresoj që të kënaqen ato të ftuarit tanë sonte. Si e vlerësoni këtë panajër? Është promovim gjithashtu për restorantet e Vlorës? Është promovim për vetë restorantet dhe për gjitha bizneset që në Vlorë krijojnë aktivitet dhe diçka shumë e bukur që i bën mirë edhe turistave, edhe popullit Vlorës, po edhe neve që kemi bizneset tona. Si po duket Vlora? Vlora ka që vjetë që jam në Vlorë, dhe të shëroj Vlorën, e kam të shëruar gjithmonë, kështu që jam shumë krenar që kam arritur me hapë një restorant këtej dhe mundohemi të bëjmë më të mirë. Ka turistë të vita? Ka. Nuk ka filluar akoma tamam fort, po besoj do kemi shumë e më shumë. Seasons është më shumë i fokusuar tek sinjatura dhe një nga këto është kjo që unë po bëj tani që quhet Pepper Planet, që bëhet me një preparat kordial me aroma spicy dhe
alkooli është gjin. Kjo është një nga. Pastaj kemi koktele si Seasons, që është kokteli shtëpis, dhe normalisht fans të klasikeve as much as possible. Vinë shumë alkool vlonjatët për turistët, kur vinë... Po tani vlonjatët jam mësuar çik me raki, po i kemi mësuar ndryshe, tani këto vitet e fundit. Panairi gastronomisë detare për ditën e sotme. Ja, Ne do jemi të mbushur. të rikthehemi prapë në ditën e nesërme për ta parë edhe një herë. Po, edhe nesër do jemi këtu për të parë edhe një se çfarë do shërbehet diçka tjetër, ë? Nesër besoj prapë do rish pa ngrënë tërë ditën që të... Ujë me limon. Për të gjithë ju që keni uri, ujë me limon para se të shkoni në dasëm, edhe jeni rregull. I ftojmë të gjithë qytetarët vlonjat të bëhen pjesë e Panairit dhe të provojnë ushqime të ndryshme nga restorantet e qytetit të Vlorës dhe pastaj të Por jo vetëm vlonjatët, ë? Por edhe turistët që kanë ardhur të kalojnë pushime në Vlorë, mund të dalin të shijojnë ushqimet e mira që shërbehet në restorantet e Vlorës. Apo jo? Dhe pse jo të shkojnë pastaj dhe të kenë mundësinë t'i provojnë edhe në restoran. Nisemi për në restoran. Hajde.